Досега се затворени 226 онлайн казина што работат на територијата на Северна Македонија. Бројот на казина е намален за 40%, објави првиот вице-премиер Изет Меджити. Тој исто така најави дека наскоро онлайн платформите повеќе нема да постојат. Дуhet të bëj thirrje të gjithë qytetarëve, e sidomos të rinjve. Mos bini pre e emailave mashtrues. Mos luani me fatin tuaj në platformat ilegale. Nëse keni mjete të depozituara në këto faqe, të riqni ato sa më shpejt. Shteti po vepron dhe këto platforma nuk do të ekzistojnë më. Меджити нагласи дека го финализираат нацртот на новиот закон за игри на среќа. Sot mund të informoj që jemi në përfundim pra të propozim ligjit të ri për lojrat e fatit, që mund t'ju garantoj që minimum dhe jetë dikun 50 deri 70% më rigoros me nenet brenda ligjit, të cilat vetiu do sjellin pra mbylljen e dikun 70% pra të bastoreve, të kazinove që janë nëpër lagjet tona, afër shkollave, afër qerreve, gjithandej që është bërë industria kryesore e qeverisë së kaluar. Тој апелираше до граѓаните да ги пријават онлайн казината, за да може владата да преземе соодветни мерки. Исто така вети дека ќе го искорени овој систем на игри на среќа, што беше и ветување на коалицијата Вреди.